Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet, lavdatat, adhurimet I takojnë Allahu të lëshanhu. Salavatë dhe selamet, valtësia zemën se rëzojnë pejgamberin fundit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sfalet e falenderoj imamin kësaj xhamie që më dha fjalën. Pastaj falenderoj Hafizin që na ka shoqëruar këto në fundit të Ramazanit me zonën e tij të mrekullueshëm, Allahu shpërblet. Bazë besimtar, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam I shembulli më I mirë. Ku pejgamberi alayhis salam bani Mirajin dhe u njeh 7 palë qiell dhe pa të mirat mirësitë e xhennetit. Dhe e pyeti melekun Xhibril se kush ka me shiju këtë të mirat e xhennetit. Dhe Xhibril alayhis salam u përgjigj se kanë me shiju të gjithë ata të cilët kanë pas dëshirë me shiju. Se si na të arrijmë të fitojmë mirësitë, begatitë e xhennetit, pra duhet që të kryejmë obligimet, farzet e Allahut të lëshanëve. Ta ndjekim rrugën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Të bëjmë sa më tepër vepra nafile, siç është edhe kjo natë e samshme, si quhet namazi natë, dhe është vepër vullnetare. Dhe të mbështetna në Allahun të lëshanëhu në caktimin e tij, sepse me të vërtetë caktimi I Allahut të lëshanëhu është caktimi më I mirë. E dim se njeriu nuk mundet me hyrë në xhennet pa mëshirën e Allahut të lëshanëhu. Tregohet një rast ku Musa alayhis salam e pyeti Allahun të lëshanëhu se si I përgjigjesh robit tënd falendërues dhe adhurues. Dhe Allahu të lëshanëhu I tha I përgjigje mu Musa duke I thënë të përgjigje mu robim të përgjigjem. Dhe Musa alayhis salam e pyeti Allahun të lëshanëhu se si I përgjigjesh robit tënd gjinaqar. Dhe Allahu të lëshanëhu I tha Musa duke I thënë të përgjigje mu robim të përgjigjem. Të përgjigje mu robim të përgjigjem. Të përgjigje mu robim të përgjigjem. Dhe Musa alayhis salam u çudit nga kjo përgjigje Allahu të lëshanëhu dhe e pyeti se pse robin tënd thonë falendërues, e pyete u përgjigje vetëm një herë. Ndërsa robin tënd gjinaqar u përgjigje 3 herë. Dhe Allahu të lëshanëhu I tha sepse robi im falendërues dhe adhurues mbështetet në veprat e tij të mira. Ndërsa robi im gjinaqar mbështetet nga mëshira jeme e madhe. Dhe mëshira jeme e madhe të I kalon mirësinë, adhurimet e njeriu. Andaj Allahu të lëshanëhu inshallah na shpërblen me bagati mirësitë e xhennetit. Amin. E falenderojmë Allahun të lëshanëhu dhe e lutem Allahun të lëshanëhu që këto adhurime, këto mirësi, të arrijmë mirësinë e Allahut të lëshanëhu dhe të arrijmë mëshirën e Allahut të lëshanëhu dhe të shijojmë pra gradat më të larta të xhennetit të dorë. Amin.